Mirëdita dhe mirë se keni ardhur në këtë edicion lajmesh. Ndotja nuk është më një paralajmërim, është realitet. Ajo është në ajrin që thithim, në ujin që pim dhe në tokën ku ecim çdo ditë. Pasojat po ndodhin tani. Sot, në redaksin ton, kanë vërritur disa mesazhe të pazakonta, që nuk vijnë nga autoritete, por nga vetjeta. Le t'i dëgjojmë. Mbi mua janë ndërtuar qytete, janë rritur breza, janë lënë gjurmë. Për një kohë të gjatë kam mbajtur gjithçka. Sot jam e mbushur me mbetje, e shkatëruar. Nuk jam duke u ankuar. Gjithçka që po grumbullohet mbi mua po e bën këtë vend të pabanueshëm. Kur unë humbas aftësinë për të mbajtur jetë, jeta detyrohet të zhvendoset. Nuk po kërkoj të iki, por po humbas aftësinë për t'ju mbajtur këtu. Nuk më shihni, dhe ndoshta për këtë arsye më nënvlerësoni. Jam kudo, brenda jush, përreth jush, në çdo frymëmarrje. Për një kohë të gjatë kam qenë i pastër. Sot mbaj tym, pluhur dhe substanca që nuk duhet të jenë këtu. Nuk bëj zhurmë kur ndotem, nuk paralajmëroj, thjesht ndryshoj. Dhe kur unë ndryshoj, frymëmarrja nuk është më e njëjtë. Kam rrjedhur për të dhënë jetë, kam shuar etje, kam ushqyer toka dhe qytete. Për një kohë të gjatë kam marrë gjithçka dhe kam pastruar gjithçka, pa u ankuar. Sot mbaj mbetje, kimikate dhe helme. Ndotem. Kur unë ndotem, nuk vuaj vetëm unë. Preket çdo gjë që varet nga unë. Ajo që më hidhet sot, kthehet nesër. Këto ishin 3 mesazhe. Nuk erdhën nga institucione, nuk erdhën nga zëra të njohur, por nga realitete që na rrethojnë çdo ditë. Ado nuk folën për të friksuar, folën për të treguar pasoja. Ndotja nuk është një debat, është një fakt, dhe faktet nuk zhduken duke i injoruar. Shpresojme që shumë nga ju t'jenë ndërgjegjësuar për veprimet e tyre. Këtu e mbyllim këtë transmetim dhe së bashku shihemi në edicionin tjetër. Mirubafshim!